Policia e Kosovës ka konfirmuar se një person është plagosur me armë zjarre gjatë një grabitjeje të armatosur në lagjen Veternik të Prishtinës. Policia ka konfirmuar se informacionin e ka marrë rreth orës 10:30 dhe cak i grabitjes së armatosur ishte një furgon i cili po transportonte para. Personi plagosur, sipas policisë, është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim. Krahas njësive relevante të policisë së Kosovës, të cilët dolën në vendin e ngjarjes, pikërisht në këtë vend është parë edhe drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Siç ka mësuar Kallzo.com, gjatë grabitjes në parkingu në një qendër tregtare në kryeqytet, është vjedhur një sasi e parave dhe personi plagosur është nga kompania që po siguronte transportin e tyre.